guarda, forse senza terra. Hajt. Ali, voglio ci vedere. Shikoje. Habe. E ka Alexa. Po, Ami ku është? Ami, ajde se erdhe gjyshi me nenën. Ami, habe me Arli. Auguri. Do të japë, dave gjyshi. Auguri. Puqë nenën. Ku të hapësh po? Hapë motra, vedi? Hapë motra. Ullun ja t'ju ba, të hapin. Ma che bello! Cos'è? Dalle se mërë mami? Dalle. La durata! Durata giù! Ja vash Ami se Charlie qik pre. Herë, më njët. Che buono questa cioccolata! No, non riesco a tenere. Mos japë shu hapit gjitha, pastaj hapim një nga një. Hapë ta. Nene, një pastaj. Allora, shish me la che io non bevo. Deve che tuo babbo, dai. Ka reçel. Arli, qa është ajo mami? Maggio. Reçel? Salcice. E mozzarella. Come si dice? Gra? Grazie. Hej goca, jam këtu dhe shora shumë vonë. Jam emocionuar sepse ky këtu, ky pingji vogël këtu, arri dhe më thot disa fjalë që Nuk isha dhe në ditë më të mira, po janë festat e para që më kaloj larg prindërve, kështu që prandaj isha dhe më emocionuar se tjera. Që i duhet shumë dhe i përshëndet shumë. O Sabina po tja, i do të shikojnë mbesën apo jo? Nipin. Nipin për faj. E bash, ty 3 ditë përpara se të futesh, shikoj aty bindur që të gjithëve na ka marrë malli, por dua dhe një duartërvitje shumë të madhe për këtë mundësi, që të gjithë dhe të jetojmë ato emocion dhe kemi nevojë për më shumë gjëra. të mjetën time. Atë Kam të bëjmë shkruajtur tia. Icem. S'ka bë. Icem, quje, la quje. Ejci. Ejci. Më tha, mami unë ty të kam zemër, mami unë dua të ri vetëm me ty, mami ti je jeta ime, të dua shumë, me ledha tonë, Lave. kur lindi, gjithmonë thosha, kur do rritet, kur do flasi. Së shpejt ikin vitet edhe ai për pak kohë bën 3 vjeç. Ma, letno. Dhe unë jam me lumtur në botë. Iveci, qone, ma. Ma. Si e do. Nise. Yes. Janë lotëgzimi mix me gjithat stres, lodhje, sakrifica. Dhe thjesht ndalon një sekondë dhe thua, Zot, faleminderit. Faleminderit. Dhe i nuk flesh, këtu me mua. Dhe pse ka fjetër sot mas dita. Po shikojmë edhe qik Big Brother, nuk e dinim që ishte, vetëm si na doli aty në YouTube, dhe pastaj vënë në televizor. Goca.
Zoti vënë, por nuk harron për askënd. Na sfidon, por nuk na I lëshon kur dorën. Mirë, po ikim për pak. Them shpejt. Se ta pikë të kolën e hapë, dhe kolën e ju përse... Ale sistem. Dëgja. Si, po si. I di çfarë, shiko, jo, do e bëjmë kështu. Mama. Sepse Si. Dhe është shumë natë, është ora diku tek 1 dhe këtu bie shumë shi, shumë shi. Kush më është zgjuar mua? Kush më është zgjuar? I goca si që pa dje, babi im të gjithë pakon që ja dhanë të punës, se solli këtu, ja dhurove fëmijëve të mi, dhe brenda ishte kjo pakoja, kjo skatola, dhe më pëlqevi kaq shumë, se është kaq shumë estetik, dhe brenda ka karamelet e mia më të preferuara në këtë periudhë. Ta shohim karamelet që janë brenda. Sa bukur që duken? Duken shumë bukur. I kanë bërë në një mënyrë kaq estetik. Sa që nuk të vjen që ti hash, po të vjen ti lësh aty, për të rinë kaq bukur. Më pëlqejnë shumë. Por, si thani juve, duke qenë se mua më hanë shumë çokollatë, ju mendoni se do të lë këtu? Jo. Do t'i hajmë. Por pastaj do heqim këtë dhe do mbajmë skatolinën. Mirëmëngjesi. Ja ku jemi këtu me Arlushin. Ne jemi ata që vëmë flejmë gjumë të fundit, po ngrihemi të parë. Arli? Dhe sa u zgjova, s'kam pirë akoma kafen. Qysh po ju tregoja pak ato karamele. Me erdi një pako. E di se çfarë është, sepse është nga TikTok Shop. Edhe ta shikojmë së bashku. Shikoj çfarë më ka ardhur mua. Nga TikTok Shop. A nuk është një dashuri? Më pëlqen shumë, tepër shumë. Nga brenda vjen kështu, është shumë e ngrohtë. Është shumë e bukur. Më pëlqen shumë. Edhe është e shkurtër. Është kaq. Por është fantastike, goca, fantastike. Shikojeni. Më pëlqen shumë. Edhe nuk e kisha një petiçe në këtë ngjyrë, dhe kjo ngjyra është, nuk e di, mendoj shumë e bukur dhe fantastike. Jam shumë e lumtur. E kam marrë në TikTok Shop. Shumë bukur. Më pëlqen shumë. Hej goca, mirëmëngjes, mirë se erdhët në këtë vlog mas. Është mëngjes, është ora diku tek 10:00. Unë dhe Arli jemi ngritur të parët, edhe më pas të shkojtë Amarilis, dhe Amarili është zgjuar por ri në krevat. Unë kam bërë kafen time që e kam këtu. Se kam trezuar akoma dhe kam dalë ta pikë të përjashta, duke qenë se koha është as shi, vrejnë të del pak dielli dhe thashtë të dalë ta pikë çik të përjashta në këtë ajër të freskët qetë, edhe desha të tregoj edhe një histori, sepse mbase nuk e dini një pjesë të jetës time. Që kur kam lindur edhe më sot unë vuaj nga anemia. Quhet anemika mediteranea, nuk di ta them në gjuhë tjetër, duke qenë se këtu në Itali më kanë dhënë një specifikim. Edhe këtë gjë ja kam trashëgimtar edhe Arlit. Nuk është një diçka shumë e keqe, të paktën për tani, por kur isha e vogël ishte diçka shumë e keqe për mua, duke qenë se u mbisja shumë gjatë duke më dalë nga undët, edhe isha shumë e dobët, edhe mund të kaloja në anoreksike, kurse tani për momentin nuk është një problem për shëndetin tim, duke qenë se e kam nën kontroll. Dhe më kujtohet atëherë që
mund të kem qenë diku deri 7-8 vjeç, nuk jam e sigurt. Edhe një nga doktoreshat në Gram që tha mamit, do të pi një cigare vajza jote kur i del shumë gjak dhe nuk ndalon. Në momentin që ta thosh, "Çfarë moj cigare? Çfarë është kjo me doktoresh?" Dhe ajo tha, "Ta shpjegoj. Do të pin një në moment që e shikon që vërtet ka shumë gjak derdhje na undut, edhe që ta ndalon, do ta nxjerrin ty në na undut e ta diun për zhrat kështu." Edhe, okej, ma bënte mami këtë si praktik me mamin afër, por që nuk kemi vazhduar kur, pasi unë që atëhere kam urryer Duanin, duke qenë se unë mbytesha qaja, nuk më pëlqente, edhe mendoj se për këtë fakt kur s'kam filluar të ta pi Duanin, që t'jem një duan pirse. Por, njëherë në kaq, mendoj se duhet ta bëj, sepse vërtet është një farë kure, nuk e di si ta shpjegoj, mua më kanë ndihmuar. Edhe jam këtu sot, unë nuk e pi Duanin. Do ta dini këtë gjë. Se një më shpëti vënda. Nuk e pi Duanin, por një herë në kaq duhet ta pi për anemin time dhe për gjakdjerdhjen e ëndës. Qështu nuk e dini këtë eksperiencë mbase, ja u thash unë tani, më njihni këtë pjesë timen. Duani nuk bën mirë, nuk duhet ta pim, fillovi dhe një shif fantastik që do një gjë të tregoj, por kur bëhet fjalë për shëndetin ndonjëherë duhet ta pim. Tani nuk dua të filmoj veten kur e di, sepse nuk është as pak e këndshme dhe një mesazh i mirë as për tëm, por po. Është një pjesë e jetës time që një herë në muaj e pi, një herë në 2 muaj, kur më kujtohet. Shikoni çfarë shiu filloi. Edhe unë që do ikja te posta tani. E kuptovët? Oh my god. Bjeshi. Dhe kafja ime këtu. Tani do pi kafen dhe do shijoj këtë shiun. Siamo più per pagare. Haj goca, si që pat, unë bëra gati, stëmova vesha. Sot është vigjilja di Natale, ju urojmë një vigjilja sa më të mbarë me plot shëndet dhe harmoninë e familjet e juaja. Tu tek ne bjeshi, si që ja u tregova, unë kam veshur peliçën që merri sot në TikTok Shop edhe do shkoj tek posta të dërgoj 2 porosit e fundit për këtë vit. Dhe pastaj të gjitha porosit e tjera do dërgohen në janar, që kështu ju falenderoj nga zemra për të gjithë ju të vitit 2025 që jeni bërë pjesë e Amar Lile Studio. Shumë faleminderit. Ju kam shumë për zemër. Edhe tani do shkoj te posta, do shpejtoj pak se mendoj se do bjerë shi sërish, por kjo peliça që më ka shumë e bukur. Mua! Angela e a Cesena. Ok. No, non ci credo, oggi è tutta una roba così easy. E te li ho lasciati per l'ultimo, hai capito? Ma fuori? Sono arrivati, tutto a posto? Sì, poi anche il reclamo, ti ricordi Steffi? Il reclamo. Entro una settimana gli sono andate. Veramente? Te lo giuro. No, vabbè. Cioè, schiacciati, tutte orrendo, però sono arrivati sani i cosi dentro. No, guarda. Questo è Bessiana? Silvana. Silvana? Silvana a Ostrense, provincia di Alcora. Ok. Ci mancherete quando apre il Savignano. Mi mancherai tu in particolare, perché Steffi ce l'ho qua. Già lo so. È pronto il buco per Babbo Natale? Shikojni si jam njohur. Kjo është puna ime.
Jam marrë Lile Studio, qyrat e posta dhe dola kështu. Shikoni fondotintën dhe pse jam njomur, ka ngel në vend. Nuk jam bërë ato vijat poshtë kështu. Ka ngel si që është. Tani jam këtu me një stre. Sa të pushojmë pak shiu. E inaugurova dhe peliçën. E njoma. Shikoni si jam, uj, sepse bie shi. Edhe këtu më mirë se kur testohet fondotinta. Urdhro. Nuk ikën. Rri aty. Gocat e mia, se s'po më bën as goja, se e kam fut një vrapi, por shqyqyr zotit ai shiu mas, mbaroj. Edhe tani ka dalë pakës diell, se si merret vesh kësaj kohës. Edhe tani po iki në shtëpi. Siç po ju thosha, dy porosit e fundit të marrë Lile Studio dërguan. Peliçën më të re që kisha e njomëm, e inauguruam tamam mirë. Dhe shkojmë për në shtëpi. Të gatuajmë. Edhe mbase pastaj do dalë një xhiro nga prindrit. Sa bukur që është qi. Hey goca, ne jemi këtu, është ora diku tek 2 dhe siç e shikoni kemi filluar pastrimet me themeli. Amarildo është matana dhoma ime, domethënë dhoma jonë e xhumit. Këtu më ka dalë një shoqe që e pastruam sot. Edhe po pastrojmë sepse sot ndarket kalon papagjyshi vitit të ri, që t'i loj fëmijëve dhuratë. Edhe neve po pastrojmë që papagjyshit e gjejmë pastër. Ardi po ndihmon babon, Amarili si mbaron detyrat. Që kështu pastaj kemi gjëra të reja të bukura për t'ju treguar në vazhdim. Ore, qa bëjnë këta çunat e mi? Qa bëjnë këta dritat e mia? Onit! Qa po bëni ju me nina? Po ti po bën si baba? Shëndeta, mam. Bëjmë babatë të të njaj. Allora, babati, eh? Babati me vitën, eh? O dashuri, i bërë detyrat jo dritë. Po dhe këtë, mere tjetër, mere vitën, baba. Hajde tu, të tjetër, tu. Te. Je. Vieni con me. Je. Hajde. Në këtë? Hajde, babi ta mbaj kështu. Qëni do pusin vitën. Ku të vitën të baba? Hajde, edhe. Vaj, ku të të të? Veshtë nga. Forte, ndryshe. Ej, po liron, ashtë. Forte, ashtë. Futemi. Drejt, veru drejt. Fute drejt. Ashtë, rëgluatër. Ashtë, bravo. Forte, avash. Avash. E rëgullove? E shtëngove fort. Rëtullove, avash, e bu. Vaj, mos eshu, mos vërkoshu. Jep. Ashtë, bravo, jepi gas. Jepi gas, mucho, jepi. Shtëngove. Hey guys, ja edhe vlog masi 24, sot është Vigjilja di Natale dhe ka më shumë kuptim akoma kjo pema, këto dekorimet. Edhe ne sot kemi ndëritur tërë ditën në shtëpi të 4, duke qenë se ishte dha Marildo në shtëpi, edhe e kemi shijuar, kemi bërë pastrime, kemi gatuar, edhe tani sapo kam publikuar një shorts në YouTube, që kam thënë do bëjmë një tortë së bashku sot në live. Fëmijët po loznin, do ketë çik shumë normale, por që diku këtu nuk e di sa i gjatë apo i shkurtër është bërë ky, por ju premtoj që vlog masi 25 do jetë shumë i bukur. Shumë i bukur. Që kështu, duke qenë se edhe sot do jem live me juve, mos harroni që të vini dhe mos harroni të blini gjithë ingredientën, nëse nuk kuptoni diçka mjafton që të përdorni Google Traduktore. Se kështu mundesha t'i shkruaja ndryshe, nuk di as si ndryshe, edhe unë po bëhem gati që të bëj live-in me ju. Edhe shifemi së shpejti me vlogmasin e fundit që është 25. Mua! Ju puth edhe shifemi nesër.